Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin Kush është shqiptar. Që uroj që të keni udhëtuar me ne këto javë në transmetime dhe të mos keni humbur asnjërin nga guida që ne kemi realizuar kryesisht në territorin e Shqipërisë, por kemi treguar që javët e fundit ne mjaft mirë, ashtu si dhe në sezonet e tjera verore të transmetimit të këtij emisioni, kemi lëvizur jashtë kufive shqiptar dhe kemi shkuar në Norvegji. Kanë qenë 3 reportazhe mjaft interesante që kanë pasqyruar një udhëtimin ton, ku jemi bashkangjitur bandës muzikore The Door në Shkodër. Ata kanë realizuar një performancë ose një interpretim të shkëlqyer në Festivalin e Mundësive në Elverum të Norvegjisë, por transmetimi i ndalesave të fundit që kemi bërë, apo që nga nisja nga Shqipëria, kanë tërhequr vëmendjen e opinionit gjerë, edhe i kanë parë me admirim këta miq që janë shumë të dashur, shumë të afrueshëm, shumë korrekt, ka një disiplinë fantastike muzikore, por edhe në jetën e përditshme. Ne në pjesën e 4, në këto lëvizje të pafundme që kemi bërë, do të transmetojmë një model mjaft të mirë se si në Norvegji, pikërisht në qytetin Elverum, është ndërtuar Muzeu i Pyjeve. Jemi mësuar të dëgjojmë muze të profileve të tjera, por të pyjeve, por ne ka qenë eksperiencë e parë të shohim nga afër pikërisht në këtë vend që i vlerëson kaq shumë këto vlera dhe këto resurse që ai ka. Muzeu i Pyjeve, si është ndërtuar ai, sa shfrytëzohet, në fakt vumre një fluks të jashtëzakonshëm. Dhe për më tepër, muzeu nuk qëndronte vetëm në vlerën e tij brenda ambienteve dhe zonave të rrethuara, por bukuria e tij qëndronte dhe në atë që ndodhte përtej këtyre mureve, përtej këtyre galerive të pafundme që paraqisin florën dhe faunën e Norvegjisë. Çfarë ndodh me ata lumit ku kalohet përmes një ure? Përse fëmijët e vegjël sillen në këtë moshë të peshkojnë? Cilat janë disa nga lojra që realizohen në një ishull shumë afër muzeut? Unë juftojmë që ta ndjekim këtë reportazh, i cili jo vetëm thjesht do pasqyroj muzeun e pyjeve, por njëherë do sjellë edhe opinionet e miqve tanë, shumë të dashur, të bandës The Door, opinione se si e kanë kaluar në Norvegji dhe a do dëshironin të riktheheshin këtij udhëtimi në Norvegji. Ndjekim këtë reportazh të këndshëm. Mund të themi se ishte një nga mbrëmjet më të paharrueshme që kemi kaluar ndonjëherë. Çdo gjë e organizuar mjaft mirë dhe përkujdesja e dashamirësia na rrethonte vazhdimisht. Edhe pse mbrëmja gala u mbyll në orët e mesnatës, shkodranët tanë nuk mjaftohen me aq. Me sa duket, malli dhe dashuria për Shkodrën, edhe pas pak ditëve të larguar, shprehet në mënyrën më origjinale në Elverum. U mësuam me surpriza në Norvegji dhe çdo lindje dielli për ne përkthehet me një vend të ri që do e vizitojmë. Kësaj radhe do të vizitojmë një vend tejet veçantë, Muzeun e Pyjeve. Është një nga vendet më shumë të vizituara këtu. Këtë e tregon më së miri dhe fluksi njerëzve. Muzeu Norvegjisë i Pylltarisë, ANO, ndodhet në Elverum dhe është një muze historie, natyre dhe kulture, me përgjegjësi kombëtare për industrinë e gjuetisë, kurtheve, peshkimit, sportit, peshkimit të brendshëm, pyjeve, pylltarisë dhe industrisë pyjore, si dhe menaxhimin e natyrës apo dhe jetën në natyrë në një kuptim të gjerë. Muzeu ndodhet në Glomma, në jug të qendrës së Elverumit. Aktiviteti drejtohet nga një ndërtesë muzeu me ekspozita, një akuarium me ujë të ëmbël dhe një bibliotekë të specializuar. Ideja e krijimit të një muzeu pyjor në Norvegji u përmend për herë të parë gjatë ekspozitës jubile në Frogner në vitin 1914. Disa materiale ju lanë Muzeut Folklorik Norvegjez. Ky institucion
nuk arriti kur të krijonte ndonjë departament që lidhej me pylltarinë. Pas vitit 1945, pylltaria dhe industria pyjore u karakterizuan nga një bum me aktivitet të madh dhe mekanizim të shpejt. Në vitin 1953, aktor biznesi dhe organizata me natyrën e egër norvegjeze si fushë të aktivitetit të tyre organizuan një ekspozitë të madhe pyjore në Muzeun Glåmdal në Elverum. Për ta vënë të re në perspektivë, u mblodhen edhe disa materiale më të vjetra nga pylltaria, gjuetia dhe peshkimi në ujëra të ëmbla. Interesi publik ishte i madh. Në vjeshtën e vitit 1954, organizatorët rënë dakord të krijonin një muze. Bashkia e Elverumit i vuri në dispozicion institucionit të ri Presojan 50 akrash në Glomma, pak në juglindje të muzeut Glåmdal. Në vitin 1961, Tore Fossum, një kandidat për pylltari, mori pozicionin e menaxherit të muzeut. Gjatë kohës së tij, muzeu mori përsipër fillimisht Klokke Garden në Elverum, me zyra në shtëpitë e fermës, ekspozita në ndërtesën e ambarit dhe salla takimesh në depo. Një ndërtesë e madhe muzeale, rezistente ndaj zjarrit me ekspozita, dhoma magazinimi dhe zyra u përfundua në vitin 1970 sipas vizatimeve të arkitektit Terje Torstensen. Gjatë viteve 1970, muzeu zhvilloi oferta edukative të përshtatura me planifikimin e sistemit shkollor dhe në vitin 1979, akuariumi nga mali në Breg, në vitin 91 muzeu zgjerua përsëri, këtë herë 40x4 metra në 3 nivele. Nga viti 2003, Muzeu Norvegjez i Pyjeve dhe Muzeu Industrial Klefoss, i cili është i bazuar në një fabrikë të vjetër letre, u bashkuan në emrin Muzeu Norvegjez i Pyjeve. Klefoss do të operohet deri në vitin 2020 në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë Norvegjeze të Trashëgimisë Kulturore. Nga fillimi i vitit 2009-2010, shumica e muzeve me staf në Hedmark, që morën mbështetje operative nga Ministria e Kulturës, u bashkuan në një administrim të përbashkët. Së pari si Muzeu i Qarkut Hedmark, nga viti 2014, Muzeu ANO, i cili ka përgjegjësi operative për Muzeun e Pyjeve dhe 5 departamente të tjera me mbi 20 vende të ndryshme për vizitor. Muzeu ka ekspozita të përhershme dhe ekspozita të përkohshme brenda fushave të ndryshme tematike të muzeut. Galeria e Artit e muzeut paraqet ekspozita të ndryshme gjatë gjithë vitit. Dalim për të parë ambientin rreth godinës qendrore të muzeut. Grupin ton e udhëhiq Kastrioti, i cili fillimisht rrëfen hartën e ishullit tek i cili do të bëjmë një vizitë të shkurtër.
Jak pra ajo harta e ishullit dhe ligjës. A ecim avash avash? Duke parë këto detaje të formave me të cilat arktojnë fëmijët dhe të rriturit, e kuptojmë se në çfarë realiteti do të hymë. Muzeu i Pyjeve norvegjez ANO ka 67 ndërtesa antike. Ndërtesat janë të vendosura midis ndërtesës së muzeut dhe lumit në lidhje me natyrën, zonën me këndin e lojrave, punishten e brojit, parkun e lumit dhe kullën e vrojtimit të zjarrit. Në Prestoja, në Glomma, ka disa kasolle të vjetra dhe kasolle pyjore. Kjo pra është një shtëpi muzet që ka të ba për fëmijë. Edhe modeli i vjetër është modeli i hapur sipër, po tymi, mas që xhehesh këtu do mënë të gjithë e lartë, edhe në momentin që marrën zjarmi e ulin e kanë si kapanjë dhe mëllë. Pra kanë dikur është. Sikur kanë dikur. Rreth kësaj ndërtese kryesore është një muze në ajër të hapur me shtëpitë e vjetra, një park lumor dhe një pellg me peshk. Ditët nordike të gjuetisë dhe peshkimit mbahen në muze çdo vit. Me mbështetjen e industrisë pyjore, u ndërtua një urë varëse për në ishull, atje ku menaxherët e parë, arkeologët, krijuan një muze në ajër të hapur me banesa të ndryshme që ishin përdorur gjatë punës pyjore, gjuetisë dhe peshkimit në të njëjtën kohë. Ata organizuan edhe mbledhjen e objekteve. Por ne do të ndalemi te një detaj që na bëri shumë përshtypje, edhe pse shiu ishte i pranishëm pothuajse çdo ditë, kjo nuk i pengonte familjet e reja norvegjeze të sillnin fëmijët e tyre të vegjël këtu. Shfrytëzojnë ditën e diel për t'i sjellë voglushët dhe për t'u mësuar jetën në pyll. Në fakt, dashuria për pyllin mësohet që në vogli të hershme. Këtu jetë totalisht larg teknologjisë. Fëmijët mësojnë se si të peshkojnë, të njohin elementet e natyrës dhe të dinë të jetojnë pranë saj. Këtu dhe lojrat bëhen në natyrë, me ato mjete që të ofron jeta e gërë, larg qendrave të civilizuara. Kjo është një eksperiencë mjaft e mirë për të marrë si model dhe në vendin tonë. Ka mjaft pyje dhe zona të gjelbëruara, po rrallë sheh prindër me fëmijë të vegjël. Në fakt, duhet ndërtuar edhe një infrastrukturë e mirë, dhe pse jo, zona të plotëzuara të ktheheshin territore të një muzeu për pyjet. Pas një vizite të shkurtër që na emocionoi tej mase, rikthehemi në qendrën e muzeut, aty ku në hollin kryesor do të nis një shfaqje tjetër, një bande muzikore norvegjeze. Vlen për tu përgëzuar alternimi që kanë menduar mes vizitave në vende të ndryshme dhe mundësisë që u jepet bandave të interpretojnë jo vetëm në skenën e një festivali, por dhe në mjaft ambiente të tjera publiku, ku krijohen kushte të përshtatshme për mbarvajtjen e këtyre shfaqjeve.
Rruga e kthimit në Lillehammer do të bëhej i shoqëruar me shiun. Kemi fotografuar shumë, përjetuar emocione, biseda interesante, gjëra që nuk i dini më parë. Ka kaq shumë tema bisedash për të zhvilluar, por edhe lodhur pak, ishin 2 ditë të jetë aktive dhe kur për një moment ndalesh, e kupton lodhjen. Jemi në ditën e fundit të qëndrimit në Norvegji, Lillehammer. Një javë ka kaluar si pa e kuptuar. Jemi shumë kureshtar për të mësuar se si e kanë përjetuar miqtë tanë këtë udhim. Pari, shumë faleminderit Kozeta për gjithë sportivitetin tëmë, që ki kap çdo moment kaq të bukur të kësaj jave, që me të vërtet ka qenë shumë e shkurtër për ne, por nga ana tjetër ka qenë shumë e ngarkuar me një larmi aktivitetesh edhe momentesh të cilët na kanë dhënë shumë emocion dhe kënaqësi. Nuk kishte si mund të ndodhte ndryshe. Tashmë na ishim për herën e 5 dhe për herën e 5 të vulosëm edhe këtë radhë që festivali është një kënaqësi, një emocion, një arritje shumë e madhe për këto të ri, për familjet e tyre. Është arritje për ne si stafi dhe dorë, për stafin e bandës edhe për gjithë secilin për nesh. Por megjithatë është mesazhi i rëndësishëm i përfshirjes sociale nëpërmjet artit, muzikës, duke kthyer Shkodrën në një model pozitiv të përfshirjes sociale si modeli më i mirë, jo vetëm në vendin tonë, por në gjithë Ballkanin. Udhimi na shkoi shumë mirë do edhe na kënaqë, kena pas shumë gjëra të bukura, aktiviteti shkoi shumë mirë. Udhimi shumë i bukur, veçunë tona, e të Norvegjia bukur, edhe kur kena shkuar në pyll, ishin prava të bukura, gjëra të bukura, shpjegime. Kena kalu shumë mirë në Norvegji, e faneroj shumë Suele Luigjin, e Kastriotin e Bojanin e tanë, e Prestorat, Bepin edhe Fationin e Bojanin e tanë një pëshne të shumë e. Jena kënaqë, kena kalu mirë, edhe teatri social na ka kalu mirë, muzeumi. Si e ka pse bëri më shumë përshtypje aty? Atë Rio Polar, ai bari. Rio Polar, edhe unë e bëra një foto, wow, si ishte fantastike. Meta i surprizum nga dashamirësia e tij, megjithëse ne shikoshim edhe takoshim këtë person për herë të parë. Ai u tregu shumë i këndshëm, shumë i hapur. Biseda mori një po themi drejtim shumë interesant për faktin që ne mendojmë që kemi vetëm ne problematika dhe sfida, por nga ana tjetër edhe këtu në Norvegji pushteti lokal kishte sfidat e veta, edhe do thosha që sfidat nga njëherë janë edhe të përbashkëta dhe të ngjashme. Do të ishte mirë që në të ardhmen ne gjeshim rrugë bashkëpunimit, sepse ai kryetari i bashkisë mori një ftesë nga zonja Teuta Shala për të vizituar Shkodrën, por edhe për të pasur mundësi bashkëpunim, që shpresojmë që vitin e ardhshëm, në pranverë vitet të ardhshëm kemi mundësi ta kemi kryetarin e bashkisë Lillehammer në Shkodër. Festivali ishte i bukur shumë, ushqimet e mira, edhe hoteli tjetër ishte super i mirë. Po, mendoj që u njohë, më duket se u njohë me njërin, ke kërcyer apo jo? Po, ti korre në anëtar rritha në Norvegji ta. Të mbani këtë miqësi, si thua ti? Po, do ta marrim fort për jo pak. Uftimi ka qenë shumë i bukur, jena kënaqë të koncerti, falenderoj Luigjin, Kastriotin, Falkun edhe Suelen, edhe shpresoj që do të vim prapë këtu ne. Ja ku kemi nënën edhe vajzën, do donim një përshtypje, po e para Silvi duke na ndihmuar pak nënën, pra duke na thënë se çfarë konkretisht. Njëherë ke shndritur njëherë me fustane, me interpretime, me të gjitha gjërat, ke bërë një përshtypje shumë të mirë. Ti vetë si e ke kaluar? Kaluar mirë. Kaluar mirë, ka shumë nash, të ka nash. Në shumë i mirë për ta për juve. Jam knaqë, thot, është e pasta herë që i vetë. Është e pasta herë që i vinë në Norvegji. Jena shumë të lumëtër, shumë të knaqën. Unë shumë i mirë për juve tanë. Jam knaqën me të tanë, në stafin, me kastriot e me të tanë. Okej, gjëja që i kam betur e para në mendje. Çfarë kam betur e para gjë në mendje që thua wow, aty ishte shumë bukur. Aty nata e fesë, kjo. Nata e fesës, a? Po pse të pëlqeu nata e fesës? Çfarë kishte nata e fesës? Pesha edhe në këtu, në pesha në peshën e Kotaj,
koncerti. Koncerti e jona edhe Të tona. tanë pas. Edhe ti ishe shumë e bukur aty. Edhe ke kërcyer tërkon, je kënaqur. Shumë natë ta vjen tonë. Mirë, ta marrim pak mamit tënd, atëherë si prind, duam të dimë edhe opinionin e prindit. Na si prind dihet se kena atë vështirësinë tonë, po na jena shumë të kënaqur qysh se është hapë banda dhe dorë fjala është e pesta herë që vim në Norvegji. Për ne është një kënaqësi e madhe, për fëmijët me si shoqënojmë, ka një organizim për të mirë, jena shumë të kënaqur. Po, është pak e lodhshëm për ju si prindër se detyroni të rinjë të kanë, por nga ana tjetër edhe lëvizni pak, dilni pak nga ambientet. Dihet, po kur i shohim fëmin lumtur, edhe na jena të lumtur karshetyne, jena tepër të lumtur. Ba një thirrje tonë prindja që e kanë këtë fat të mirë të thush, që mas t'i mojnë të myrë, t'i qesin në për aktivitete, në për koncerte, në për asëshit se marrin zhvillimin edhe më të mirë edhe kanë kënaqësinë e tyre me tonë një. Ne kemi muzikantë të cilët losin të gjithë instrumentet, ndërkohë që bandat norvegjese këtu, me gjithë respektin shumë të madh për punën e tyre të madhe, ato kanë gjithmonë banda të integruara. Çfarë do të thotë kjo? Kanë elementet e specialistëve, 3-4 element muzikantë i fusin në trup edhe ato mbajnë peshën kryesore, ndërsa tek banda jonë kjo gjë nuk është e mundur, sepse jemi fokusuar vetëm pikërisht tek muzikantët me aftësi të kufizuara. Festivali na dha një kënaqësi të madhe sepse e vetmja band që mori një çmim të veçantë, e cila ishte çmimi i nderit, u dha për trupën tonë, e cila përkohte dhe njëkohësisht me rastin e 20 vjetorit të kësaj trupës tonë. Po ju vlerësuat edhe realisht na ka befasuar vëmendje e madhe që mori dhe dorë vlerësimi që u bë në mënyrë publike dhe mjaft e hijshme dhe dinjitoze në skenën e shfaqjes në natën finale. Si u ndjet në skenë, pasi me sa kuptuam për ju ishte surprizë dhënia e këtij çmimi. Po, ishte një surprizë, në thënë vërtetë nuk disha që ne do të na uruhej një surprizë, një moment emocional kaq i veçantë, sepse të marrësh vlerësim në një vend të tillë është një gjë e jashtëzakonshme. Unë kur më thanë që është vendosur që çmimi i nderit të jepet bandës tonë, sinqerisht njeva mjaft emocion, por nga ana tjetër pash që këta njerëz domethënë dinë edhe të vlerësojnë, jo vetëm të mbështesin financiarisht që të ecesh edhe të forcohesh edhe të bash hapa tu i qëndrueshëm, por gjithë jetën ata gjenë mënyrën se si të nderojnë, se si të mbështesin, se si të motivojnë në mënyrë që ne ta marrim këtë bandë në kam edhe të ecim përpara për të vazhduar atë qëllimin fisnik të saj, që është përfshirja sociale. Unë është viti 2 që vi në Norvegji edhe jam shumë kënaqur për banda muzikore që kanë heqë përpara, njerëz të spektaktor, kanë bërë trokitje të tonë për ne. Unë ime më të lumtur mbuhet s'ka, në thënë drejtën. Mbrëmje me ke kërcyer ti? Atë mbrëmje unë kam kërcyer me ty, në kozetën. Ka kënë këtësimi që ne kënë dosën, s'kam ty një herë kaq bukur në jetën teme. Ka kënë shumë eksperiencë jetë zakushën e të më rëgushën. Shumë knaqësi me udhëtu me mamen. Për mu nuk është hera po që vi Norvegji, është e pesta. Dhe sa herë që vi Norvegji, një dëshirë, një nostalgji nga gjithë shka që shaf këto. Me bandën unë jemi shumë mirë, jena me fatë që jena me këtë bandë ka që të mrekullushëm, falë pake që e përshnesin, dhe kastëriot facin, e përshnes shumë, se nuk ka motivu, më ka dhënë një mbështetje jashtëzakonisht madhe. Desha të flas pak edhe për teatrin social. Aty dosha të pyesja se ti kishe barën më të madhe, Kisha barën më të madhe në fakt. Ja dola se kisha si po ec, shqyr që ja dola, edhe uroj që publiku ka me t'i kënaqur me ata që na kanë. Ti ishe gejtë e qetë, nuk e ke nga trufare, gjithë pasion ke interpretuar, sa gjë e bukur ishte. Po, shumë gjë e bukur. Kja është hera parë për ne që aktorojmë, orë që vështit e funit,
Dhe është hera parë për mu që bëj rolin e komandantes, ti pak qenet vëmendje si fije. Fondi dramës, njerëzit fillun edhe erdhen sot ato zemra që i kishin në tavolinë, u dha në dorë në skenë. Për mua ajo ishte fantastike, si do duk ty? Do një solidaritet shumë i madh. Dhe do të thosha gjithëve që të kenë pak solidaritet për gjithë personat që janë me aftësi ndryshe, që t'i mbështesin dhe t'i përkrojnë. Shumë pjesa më të madhe njerëzit e kanë këtë opinionin që nënat bëjnë sakrificë jashtëzakonshme. Është e vërtet, ku qëndron sakrifica që bëni ju për fëmijë, që ta kuptojnë gjithë televizionistët vështirësinë? Sakrifica kushton se shkojmë gjithkund mas tyne, mi u bë shefin, mos mi lënë në shtëpi, se po e lë fëmijën në shtëpi kur që janë në këtë aftësi kufizum, ata lodhen edhe më tepër. Pra bëjnë mirë këto dalje të herë pas hershme, bile janë në dalje që dhe çdo kush do dëshiron që të vindën në Norvegji. Mirë bën dalje se shkallësohen më shumë. Është lidhje e fortë, e shoqëron kudo, apo jo? Po gjithkund. Po marr një opinion për motë, si të duku thimi? Shumë mirë. Ti u veshe me uniformë dhe qëndrove aty te banda. Si u ndjeve aty kur ishe e ulur? Kur pe gjithë atë publik përballë? Shumë bukur. La rajnë që këshia, të prishi pun? Ja. Ti nuk u mbyllë brenda prej shiut? Ja. Çfarë vure reti gjatë tyre ditëve tek motra? Për një herë është një gëzim i madh, se është hera parë që vim këtu. Edhe mon lumturi më të madhe kam pas kur Kastriot Fasi i ka vu medaljonin të gjaketa. Ajo ka kënë lumturi ku s'di me e përshku. Janë shumë mjekpritës, janë shumë dashtën. Unë u mrekullova në të stadiumi që dhanin koncertin këta, u qunen kam, tu i duar troki një entuziazëm që nuk ishte e pa përshkru. E dona jesh shumë e mirë, si e ke kaluar njerë, si të duk ju thim? Timi ka kalu shumë mirë, i nahnat, ka rënë pak me shi. Do vish prap nëse do vinë këta të tjerë, do vish ti prap? Po, vi prap, një të nanë. Me jetë gjatësinë e bandës, sinqerisht, si çdo gjatë tjetër në këtë botë, në këtë shoqëri, edhe ne kemi sfida dhe shpeshherë pyes veten tash që kape moshën 20 vjeçare, a do të njitemi më lart apo do të kemi një rënje. Kjo është një dilemë e cila mu më vën shpeshherë në pozitë jo fort komode, sepse duke qenë në krye të kësaj bande për 20 vitesh, duke e marrë atë nga zeroja, bashkë me shokë dhe me miq, kuptohet edhe me kontributin e gjithë secilit, duke e çuar në këtë pikë, tash është edhe sfidat janë edhe më të forta. Ndaj gjej rastin edhe t'i bëj thirrje gjithë biznesmenëve Shkodran, gjithë ardhashëve Shkodran, pushtetit lokal, pushtetit qendror, ta majmë këtë pemë që kena mjallë në Shkodër, që i kallan frytet e veta, ta majmë edhe të kujdesimi për të, sepse nuk është ma thjesht çështje e një ego të organizatës të dorë, ose një projektit që ne së bashku me Falk Baka kemi fillu pikërisht 20 ditë më parë, por është një sfidë e përbashkët. Ndaj ju lutem na ndihmoni që të vazhdojmë jetën kulturore, ta prezantojmë Shkodrën sa më mirë, por edhe të prezantojmë edhe përfshirjen sociale si e vetmja mënyrë për një shoqëri sa më të mirë dhe më të barabartë. Disa orë të shpenguar do i kalojmë në qytetin Lehamër, tashmë në rolin e një turisti që pasi largohet, mendon të marrë ndonjë dhuratë të vogël për të afërmit e tij nga ky vend. Përgatitet për këtë aktivitet do thonë kanë nisë paktën që nga shkurti, kena përcaktuar pak a shumë programin se çfarë do luajmë. Provat janë prova intensive 2 herë në javë, plus që 3 javëshin e fundit na kena realizuar gati për ditë prova me këta, kur është kanë mundësi edhe për tyne normalisht, sepse të ditë mundësitë e tyne. Jena mundu me bë një punë bëja voluminoze me ta, frutet u lanë më së mirit. Pjesë janë kanë të larmishme, edhe publiku i mirëprit edhe kënaq bashkë me ne. Banda ka shku një nivel të mrekullueshëm, atje që kena bërë performancën, ne kemi bërë 85% të gjithë programit, ka kanë program komplet i ri, ka kanë në koncertet, në shfaqjet më të mira të gjithë ati festivalit. Këto fëmijë kanë bërë një performancë kaq të mrekullueshme, sa që asnjëherë si kam ne në këtë lloj tingëllimit bandën. Ka kanë marrë një edukat punet mrekullueshëm,
se ne jena ba pothuajse komplet një familje e përbashkët dhe këto janë personat të cilët kanë lanë kaq shumë për këtë bandë sa s'ka si bandë. Në bandën tonë pika më e fortë është sepse çdo pjesëtar i bandët nuk është asnjëherë profesionist, pra dhe janë të gjithë të barabartë. Pra nuk kena ka dashdote, nuk kena pas nevojë për me marrë elemente nga jashtë për me bën performancën ose me arrit performancën në atë nivel që duhet. Pra çdo gjë arritën është arritur nga puna e këtyre fëmijë që siç e pato edhe luajnë nga fëmia. E kanë ndjenjën e ritmit apo në mënyrë mekanike mësojnë notat? Po, në fatikisht ku i kena marrë në përherë parë, ma përpara kam shikju se a janë ritmikisht mirë këtë fëmijë. Dhe personet e cilë kanë mirë ritmikisht dhe me një organizëm të mirë frymet, i kem marrë vetëm për me lujt me vegël frymet. Këto janë shumë fëmijë të talentuar, sa që ja ka falë Zoti talentin dhe kanë lanë mrekullina në këtë. Sa që të gjithë publiku ka me në kam, ma tepër se sa 10-12 minuta, falë bizvanit me këtë lloj performance që kena lanë në këtë festival. Unë i kam ba edhe mira, edhe me kënu, që përpara edhe kanë edhe bilbëzu, nuk jashtë marrë vesh fjallën, ndërsa sot ato me bas kangëve që kanë kënu, ata kënojnë bukur, kënojnë mirë, i qesin fjallë të kjartë, i qesin fjallë të mirë, dhe ka një zhvillim të mrekullueshëm. Si të duke ardhja në Norvegji? Mi jep një konkluzion. Fantastike, edhe mbrëmja ishte shumë e bukur. Edhe mbrëmja të nga me ta në grupe që ishim me vetëm grupi Vëdor Albania, ishte fantastike. Po kënaqem. Ke kërcyer, më pëlqeu ajo zonja që të sillej rrumullak dhe ti janë baje shumë mirëduar. Që të rrotulloj, sa bukur? Faleminderit. Çfarë mendove atë moment? Mendova një mikpritje shumë mirë, nuk të mbanë fort dëllimit. Si kishte ndoshta pak vështirësi në lëvizje sepse duhet tërkon karroca. Si ka funksionuar transporti jot këtu? Si funksionon? Transporti me nimin e profesorëve, kastriotit, fëmijë kastriotit, se ne na mësuat gjithmonë, ne na bën një familje, edhe i thrasim gjithë me emra. Po kur arri çunat që të ndihmonin, Po, edhe çunat, edhe vëllezërit, edhe monstrat tonë në kena kanë barabartë, nuk kena pas fort ndryshim. Pra është fryma që ne të ndihmojmë njëri tjetrin, ëh, sepse shoh që nuk ishte njëti person që të shtynte, por ishin Jo, ishte Bledari, Romarioja, Leonardo, Maria, po Freimi, Fredi, sa kishte mundësi rrita afër, sa i miri e bota atë. E bashim gjithë secili nga i vjen kontributin e tyre. E bashim me gjithë zemër. E falenderoj shumë edhe Baprokun, që më shgjin gjithmonë në çdo hap afër, nuk palas një herë vetëm. Pra i kishte edhe vajzën e vet Julian, por u kujdes edhe për ty një herë. Shumë. E falenderoj shumë. Të gjithë i falenderoj, por vajzën ti Baprokun. Okej. Knatësia është edhe vështirësia, janë të dyja të lidhuna bashkë. Unë e jashtëzakonshme, ka qenë edhe një nder i madh. Ftesa që na kanë bërë, trajtimi i jashtëzakonshëm që na kanë bërë, sepse kjo është shtresa që kërkon dashni. Nuk ka nevojë për gjëra të ndryshme. Po ke Zotin për marrë dashni, ke dhënë tana. Ty shkëmbyj eksperiencën, fiton diçka. Edhe në fitojmë prej norvegjezve, edhe norvegjezë. Sa për djeni, kur është hap kjo bandë, ne nuk e kena di që fëmijët tonë të s'keni përparim të tillë. Nuk është vetëm banda, nuk është vetëm muzikë. Fëmijët gjejnë vetveten këtë. Afrohen me njëri tjetrin që me kanë vëllezën e motra. Po ashtu edhe na si prind afrohena me njëri tjetrin, shkëmbejmë në eksperiencë. Marrim të mirat. Juri, të donim dhe opinionin tënë, si ke kaluar njerë? Atë ka pëlqyer kjo udhtim, si të është dukur? Sa jek më shumë? Po, e nashme. Ka pëlqyer jam të nashme. E nashme, bëna provone e në Po e provë banda. Është një kohë e pa llogaritshme, e pa lodhshme.
për me aftësu për me po deri këtë punën. Dashamirësia norvegjezëve këtu tregohet në çdo moment duke thyer totalisht para gjykimet tona që kishin përgjithsisht për nordikët. Ishte planifikuar më herët një vizitë në shtëpinë e Falk Bake, norvegjezit human e shpirt mirë që I dha jetë bandës dhe dorë, duke qenë pikërisht ideja e tij në ngritjen e saj. Dhe prej 20 vitesh e ka mbështetur atë në rrugtimin e vështirë. E ndërsa presim të përballemi me ndonjë vil, kuptojmë se ai jeton me bashorten, si dy norvegjezë të thjeshtë, në një apartament në periferi të qytetit. How are you? Very well. Hello. Hello. Cos'eta? Hello, Lee. Hello. Hi. Nice to meet you. So this is something for you in the name of all of us. Thank you. No, it's a pleasure. It's a pleasure. Thank you too. Your apartment is so full of lights. And full of life. Yeah. Ne më bëtë dëmate, si më kupto. Yeah, very nice weather. All with good taste. Okay. So It's raining too. Yeah, it's raining. Zonja Liv, të bashortja e Falkut, na pret me një përzemërsi të madhe. Mes të tjerave, ajo është një anvise shkëlqyer. First? Yeah. Ice cream? We take the ice cream. Në verandën e shtëpisë, dielli ka pushtuar çdo cep të saj. Ne e kemi thënë dhe më herët mungesën e dritës për 6 muaj në këtë vend, por dhe prezencën e saj për 6 muajt e tjerë të vitit. Në mur qëndron kjo foto kaq e bukur e Elizabetës, fëmijës së tyre të vetme, që e humbën kohë më parë. Historinë e saj ne e rrëfyem në emisionin e kaluar dhe nuk duam të shtojmë notat e trishtimit sonte. Por le të qëndrojmë në këtë miqësi të sinqertë, e lindur kohë më parë dhe që vitet e kanë forcuar më shumë. Mikpritja është admirueshme dhe me bujarin që e karakterizon ka përgatitur mjaft ëmbëlsira të shijshme që na bëjnë të ndihemi shumë mirë. Ajo nuk ka ardhur asnjëherë në Shkodër dhe ne këmbgulim që në një nga udhëtimet e Falkut ajo duhet të vi patjetër. Është kurreshtare për qytetin tonë, tashmë që dhe rrethi miqve nga Shkodra zgjeruar. Po ashtu bisedat me nënkryetaren e Bashkisë Shkodër, zonjës Teuta Qyteza, bëhen akoma më nxitëse për këtë. Në shtator Banda dhe Dorë do fesojë edhe 20 vjetorin e saj në qytetin ku u krijua, në Shkodër, dhe pritet që ky të jetë kthimi I vizitës së radhës të miqve tanë norvegjez. Një ngjarje e shënuar kjo, për të cilën organizatorët kanë nisur planifikimet që herët. E kjo temë do të merrte një pjesë të konsiderueshme të bisedave gjatë darkës së fundit mes grupit tonë dhe miqve norvegjez. Të gjithë shijojnë picat e mrekullueshme norvegjeze dhe në tavolinën tonë hidhet një ide e bukur, cilat janë përshtypjet e qëndrimit tonë në Norvegji, por dhe ato vetë të norvegjeze. Zuar.
Trupa juaj sillet aq mirë me njëri tjetrin, ata kujdesen për njëri tjetrin. Kjo është diçka shumë e veçantë që ndikon në mbarvajtjen e grupit. Kështu që unë po i them një urim, shpresoj të shihemi sërish në shtator, do të vi në Shkodër. Mënyra se si po bashkëpunojmë së bashku, po na çon në cilësinë e jetës sime shumë lart. Po ashtu opinione dhanë edhe miqtë e tjerë përfaqësues të Rotary Club, Lillehammer. I participated last year also on a trip to Scotland and Albania, and then I come back. Unë kam marrë pjesë vitin e kaluar në udhëtimin në Shqipëri. Edhe në udhëtimin e fundit që isha aty, u ktheva me mendimin se si mund ta ndërthurim punën edhe me klubin Rotary në Lillehammer. Ne kemi patur një traditë dhe kemi ende për të mbështetur projektet jashtë vendit. Filluam të diskutojmë me Falkun dhe menduam se si mund të bënim një projekt. Ai na prezantoi trupën muzikore dhe ne planifikuam të merrnim Rotaryn për t'i bërë një vizitë. Ky udhëtim u realizua dhe jemi shumë të kënaqur. Unë shpresoj që ky udhëtim me antarë të klubit Rotary në Shqipëri të ngjallë dhe një interesim të antarëve të tjerë të Rotaryt. Planifikojmë që në vitin 2026 në maj një udhëtim të ardhshëm. Rotary është një organizatë internacionale. Menjëherë sapo jam kthyer nga udhëtimi në Shqipëri, kontaktova me revistën tonë që e prodhojmë këtu. Shpreha dëshirën të shkruaja për udhëtimin dhe kjo ndikon në promovim. Në fillim të muajit korrik, ne do të kemi këtë publikim të internet dhe ku do të paraqiten detajet e udhëtimit në Shqipëri. Okay. Well done. Një eksperiencë e jashtëzakonshme qëndrimi në Norvegji. Ne mund të kemi mundësi të tjera, pse jo, dhe për ta bërë turizmin në këtë vend, por rasti ynë ishte teti veçantë. Ne kishim një mision për të përmbushur, jo thjesht përfaqësimi digjitoz në një festival, por qëndrimi afër i njerëzve që shpërndajnë pozitivitet, humanizëm. Në këtë botë secili ka rëndësinë e tij. Mund të kontribuojë nëse vijon të përpiqet, por ajo që dominon janë marrëdhëniet e sinqerta miqësore, forca e dashurisë e vë botën në lëvizje. Le të mos humbas vlera e saj. Ky pra ishte materiali që ne kishim përgatitur dhe kështu prej 4 javësh ne mbyllim ciklin e plot drejt Norvegjisë. Udhëtimi që nisën nga Shkodra, që u patën ndalesën e vet në Lillehammer dhe përfunduan në Elverum. Besoj të ketë pëlqyer edhe të gjithë ata që kanë menduar ndryshe për Norvegjinë, si një vend i ftohtë, apo të tjerë që kanë menduar në Norvegji kanë 6 muaj ditë. Këto janë të dhëna shumë të vogla krahasuar me vlerën e jashtëzakonshme që ka ky shtet. Mbi të gjitha ishin njerëz zakonisht mikpritës, paralizoi totalisht paragjykimin tonë se ata janë nordik, janë njerëz të ftohtë. Ju sugjeroj nëse do t'ju krijon mundësi ta vizitoni këtë shtet. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Një falënderim shumë të veçantë kam për miqtë tanë norvegjez për mikpritjen e jashtëzakonshme që treguan ndaj nesh, teksa qëndruam një javë pranë tyre. Falenderoja në veçantë zotin Falk Bake. Po nga ana tjetër falenderoj dhe të gjithë miqtë e bandës muzikore The Door me drejtor ekzekutiv zotin Kastriot Fansi, gjithë stafin e punojësve dhe çdo individ të bandës një dhe nga një. Qyteti i Shkodrës është i mbushur me thesare, disa të krijuara nga natyra e të tjerat nga dora e njeriut. Për krijimin e një thesari të tillë duhet një durim i jashtëzakonshëm, po ashtu edhe vullnet. Lum kujt ja ka falur Zoti. Këtu nuk ndodhemi as pak në ndonjë muze etnografik si institucion shtetëror, por në ambientet e Bar Livadit në Shkodër. Pranë rreth rrotullimit të shkolla pyjore. Dimër ver aty gjen gjithmonë klient. Ajo që tërheq së pari është ky vend i jashtëzakonshëm për të cilin është kujdesur në çdo detaj pronari i tij Valentin Livadi. Nuk është pasion i lindur kohët e fundit, por i trashëguar nga familjarët, brezat e mëpërparshëm, ku gjërave të vjetra, identifikuese të kulturës dhe traditës shqiptare, i jepet një rëndësi e madhe.
Shumë kënaqësi ardhja këtu. Mua në momentin e parë që erdha më duk krejt ndryshe nga çdo lokal tjetër që kam shkuar. Më duk si njëherë si një muze, pastaj si shtëpia e gjyshit e gjyshes, të cilët grumbullojnë gjithmonë gjëra. Nuk e di nëse ju e frekuentoni apo jo. E frekuentojmë rregullisht, sigurisht jo për ditë. Ky ka një klientel që pak kush e ka në Shkodër, sepse ka një shëllim shumë kulturor, ka një ambient ku na bën nostalgjik, sepse ka të ekspozuara të gjitha mjetet e trashëgimisë kulturore që në shekuj ka në përdor malsorit, të gjitha veglat e punës, veglat muzikore, veshje të ndryshme, materiale për përpunimin e qumshtit, për përpunimin e lakisë, të në llojet e materialeve jetësore për kohën e kaluar. Që sot nuk i gjej më dhe i ka grumbulluar me detaje çdo gjë. Po shkuntuz, kur kunçakun e shkollës nuk gjen një materiale të ekspozuara si këto. Një tamam një muze. Bile më kujton muzeun e Shtjefën i Vezaj. Pra në thashu, pa shkuntus, nuk i zena kërkum. Po, me të vërtet, pa shkuntus. Mirëte, se dhe ai është një konkurrent shumë i parë. Po mes Shkodrës, se gjesh kaq shumë objekte se kemi parë, disa subjekte që janë edhe me emër në qytetin e Shkodrës nuk i kanë në këtë mas. Disa këtu në çdo cep, në çdo mur ka një objekt. Që janë përdorur në kohë të kaluara, Një muze të tillë jemi mësuar ta shohim në Tuzë, në banesën e abdetarit Shtjefën i Vezaj. Dhe ja tashmë edhe në Shkodër kemi një pasuri të tillë të paçmuar. Kemi dalë nga një realitet i botës jashtë dhe na ke zhytur, na ke çuar 100 vjet, 200 vjet mbrapa. Kjo ndjesi nuk na largohet për aq kohë sa që ndrojmë këtu. Mua më bën shumë përshtypje që një individ të grumbulloj kaq shumë gjëra. Është një thesar i vërtet këtu. Flasim pak ku lindi ideja për të nisur këtë krijim të kësaj arkive kaq të madhe. Ideja se flokun atë në Dukazin, ku më bashkun e sësanesh. Pra e kishim thojza, vest. Pak konsiderohet tradit. E kishin ata tradit që të grumbullonin gjëra të vjetra dhe ti i gjete një pjesë që i kishin grumbulluar ata, po e shtove më shumë, apo jo? Po shko atu i shtu, atu i ble, anë në pukën, trapoje, në shole, ku të mund. Pra ke dalë shumë ke u thu për ta kriju këtë gjë. Jo marrë vot, se e se lua bizes me bashkuan e sa. E kuptoj. Por nuk është e lehtë, ëh? Do të thënë se disa mund t'i kesh gjetur dhe në gjendje të mjerueshme, jo në balte, jo i kanë hedhur te cepje. Jo, dhe i marrë në shtëpi den. A pate vështirësi për t'i gjetur njerëzit i jepnin kollaj apo? Shtajt ku marrën ashtu tu i bleja hera në erë në ashtu si komut. Nuk ka qenë as pak e lehtë grumbullimi kaq shumë objekteve etnografike. Të paktën janë njerëzit që i kanë ruajtur dhe u kanë ditur vlerën. Tranzicioni shkatërroi shumë gjëra, por me sa duket pasioni të krijon edhe intuitën se ku duhet të kërkosh dhe të gjesh diçka që ka histori, ka vlerë. Kur futesh këtu, fillon biseda tani dhe kapet pas një djepi, pas një kurthi. Më varet se me kepi një kafe, se shumë e rrimë edhe vetëm, po kuptohet që kur rrimë me do intelektual, me do si punojnë akoma sot në Malsiu, se kanë punuar dalë në pension, i kujtojmë me nostalgjikë, sepse kur këna punuar për Malsi, ne kur këna shku nga bojaria madhe që kanë ata malsorit po quaj Dukazina se ku ka mal. Na kanë servir të gjithçka me këtë lloj mjetësh si ka kësët. Tash e vërtet. Tani si ka mundësi se me mosh mua më duhet i ri ai. Që të ketë gjithë të pasuri këtu. Se unë gati e quajnë thojza si thesari Conte Monte Cristos. Po si ka mundësia që ri ai që kaq pasion e madhe ka, se nuk gjejmë sot të ri që mbledhin këto gjëra. Rrien nga një familje me rënjë thella si Qetina në Shkam. Është një familje emër madhe, familja Det Peralz dhe Koj Peralz Planit, dhe më të mëdha në Dukazin. Ata janë kështu për si bujq, si blektor, si mikpric, si buglan, fjalë pak e punë shumë. Edhe kjo gen të ashti, ka përfshi dhe këte. Në geni që të rashkon kënë nga familja ti, edhe e ka të shgu. Pra ka të shgu dhe ka marrë frymëzimin nga familja. Frymëzimin nga familja, që ka një familje në më të mirat jo vetë në plan, po edhe në krejt duke. Krenar për punën e të birit ndjehet edhe i Jati Valentinit. Ai ka parë te i biri vijimsinë e punës që kanë bërë edhe të parët e tij.
Ai ka ardhur për pak kohë te i biri me banim në Shkodër, por kullën e tij në pult nuk do e ndërronte me asnjë tjetër. Pra nëse ne shkojmë te shtëpia jote, ti e ke kullën këmbë, ti pret miq, si në kohët vjetra, gjërat nuk kanë ndryshuar, dhe pse s'është rruga, banorët kanë ardhur një pjesë në Shkodër. Po makinë deri te shtëpia. A të shon deri te shtëpia jote. E kulla jote është e fortë. Po. Po kam përshtypjen që do të jetë edhe e bukur kulla jote. A është e bukur? Shumë e bukur bile. A ke nga këto objektet vjetra, se këtë djalin tënd Valentinin... Po na kena pas vjetra, po i kena fit batau, tash kanë dalë të reja të vjetra, e bën batau vjetrën. Po sa mirë, ti kur ishe vetë në moshën e Valentinit, i ruaje gjërat? I varje atje në mur? Po i varjën se një të bërë fitna së mbeturina jonë një të se. Ko diktaturi për mësira. I duan moderne sot, po jo, ka ndryshuar mendimin, duan prap të gjëra. Nëse dikur familja dispononte një sasi të vogël objektesh, Valentini e ka shumë fishuar atë arsenal. Po ka bë shumë ky tani, ka bë shumë gjëra. Po mirë boshë që si ka bo. Kështu thua. Me njerëz vetë ka bo. Bravo. A kanë vlerë gjitha këto gjëra? Kanë, gjitha ka kohëve. Pse kanë vlerë? Kanë vlerë se ka respekt kushin e kush, dhe lejtë, i shehepin, i duket se i bëhet qefjet të tëna. Po, kur futesh këtu, a duket vetja si në kod vjetra, atje në plan, se shë këto objekte dhe të kujtohen vitet? Kur i harrojt ashtë të shotë përmirësua me jetën e kohën e të tëna ditë janë ndryshim. Ndryshe nga çdo bar tjetër, ku ti hyn dhe mediton, qëndron në heshtje duke parë nga rruga, këtu ndodh krejt e kundërta. Hyn këtu dhe të lind kurreshtja, dëshiron të dish përdorimin e objekteve, të dëgjosh ndonjë histori për to. Për shembull, kush të bën përshtypje ke qef kur e shikon? Sa herë që vjen? Janë kurth ndryshme. Kurthe? Kurth. Për të zënë dera. Zonë baktit e egra. Janë këmë po kurthe, ka po përmendet farat? I ke përdorur veç që mi përmende? Po jam kënë në përshkoa në përpunës që marrë me... Si marrë me këtë, po ke dëgjuar si duket shumë për ta. Ka mjetët ndryshme qumshtit, përpunimin e qumshtit, që sot në klimë, komujt në rishëm, komu për me majtë venën, me majtë... Që sot nuk përdorën majtë, po që janë përdorën atë ka, Nuk përdorën fare, ke kumbonë nga matë në rishmet që kanë përdorë për baktit, ke enë guzhinet nga matë në rishmet, me atyare nërtimit, enë për fmit, rritën e fmive, djepet, dhe në rishmet. E shoh që ke fotografi në tavolinë, në bile, poshtë xhamit kishte para, duket sikur nuk do ta paguash kafe, po të vish këtu, se ke dhe kusurin në tavolinë. Kom lënë legoti me marr kur me i marr kur dur, pra këtu pihet kafe, merr edhe lekët me vete. Habiten njerëzit kur vin këtu? A kanë kënaqësi kur vin? Kënaqen kur vin turistat huaj në shoqëri. Më shumë janë vizitorë të huaj, turistë që ndalen, apo janë edhe të shkopës? Më shumë janë edhe turistë, nështë që vinë e shumë, vinë me po kofe e shumë. Për shamu ke pore në janë piu kofe, hinë me nuk nësë. Ma të kohë s'ka pas hitë qifte lijas lahuta, në shpikë mos parit lahuta. Janë artu i zhvillu robnia, plesë kërësisht kanë kalu o kohë. Për në mramjet kur janë bashku në shpijt vetë. E kanë kalu o kohë, kanë knove kongë njësë vjetra. A janë knu të kulla juj, këngë vjetra me lahut? Po. Kush i ka ra lahutës? Po, i kushej, por ka dek të ashtë 50 vjetë. Po, roshin, edhe binë të imëstu se shatë jetë. A grumbulloheshin atyrë, gjithë në kulla? O, tonë grafi, e gjithë posh. E si rinin këm kryq aty të opa? Në duke se jena Shkodër. Se bëj feste madhe, keni prit shumë miq atyrë? Po, shumë pra. Mjafton të vish një herë këtu dhe do të duash të kthehesh sërisht. Mundona me gjithë qetë, mundona me gjithë një farë shërbimit, mundona me gjithë edhe farë respekti, se edhe në kur dënë me pi kafe, edhe respektojmë lokalin, po s'na respektoj edhe pronari ose punëtori lokalit, ne jena jo mirë, po këtë vali kena gjithë shtetje, kjo është
ma shumë një lokal popullor, se sa një lokal filimtrurës edhe për këtë. Ky ka një veti njerëzore dhe ka jo për një po ka për gjithë. Vjen keq shka i herë sa vjen mirë, kur ka njerëz shumë që ngatërrohen në përkam sepse këtu mushet zakonisht. A plotë? Plot. Po çfarë gjej njerëzit e ky vendi? Ma shpjegoj, ja ti për vete, çfarë kënaqësi e ke? Unë qose raki, gota raki, pak në di se kjo është një raki e dalën nga gazani. Qose do me pi një kafe e ketë sigurt se është e bame me kujdes. Qose do me pi dikush një gotë raki, ta bjeni diçka ta shoshnon vetë me diçka pa pare. Pa pare ta bjeni diçka. Sa një njeri nuk mund pinë ma shumë se një gotë raki e pinë me njatë. E kuptoj. Në si shërbimi, se ky shërbimi është diçka tjetër. Ta bjen goshishën e ujtë dhe thota ta bje tjetër më të freskë. Pa një shërbim njerëzor, nuk është thjesht një shërbim lokali, si dikush nuk mund ta bajnë kështu. Nuk bën me bë se ka interesin veç me kalu ditë. Valentinin e pak më përpara përmend të thjesht një kafe që ti mund të vish këtu dhe të pushosh, por edhe mund të shijosh. Një meze të vogël e krijuar në çast nga kuzhina. Po sa shpejt e bët, morë një fjalë tham ne dhe në sekonda ishte këtu. Pra ne mund të referojmë ato pije që vijnë, kam përshtypjen nga pulti ne. Ka pulti. Ska që blerë në Shkodër. Pra këtu është një mini ambasadë e vogël e pulti. Ragia vjen nga pulti. Shërupi i frutave vjen nga pulti. Vera? Nga pulti. Por edhe këto prodhime bie që janë këtu, vijnë nga pulti. Prandaj një meze e këndshme e shpejtë në çast mund të shoqërojë shumë mirë bisedat tona dhe atë çfarë duan klientët këtu. Dakor? Kështu që unë të përgëzoj për këtë gjë, gjërat freskëta, aroma e tyre shumë e mirë, gjërat bio që kanë përqe, dhe këtu qëndron gjithë lezeti se përse duhet të vinë këtu bar Livalli. Po do ato mos bazon vetëm te bari, se këtu është edhe një mini restorant do e quajmë, prandaj jo pa qëllim, vendosen do pjata këtu pra bar restorant Livalli. E gjeni tek rreth të rrotullimi te shkolla pyjore. Gjendet shumë këta epikaset me njëherë, sepse janë këto gjëra tradicionale që duken se largu dhe ju mund të dalloni shokullaj. Një të pyesin gjithë e njohin Valentinin, pra te rreth të rrotullimi pranë shkollës pyjore në qytetin e Shkodrës. Ka vend parkimi, mund të vini fare lehtë, të qëndroni sa kohë të doni. Bile jam shumë e sigurt se do shohim, do rin 2 orë të shkojmë vetëm atë krahun andej. Do ikim, do vim, 2 orë të tjera për të parë të krahun te. Janë ka shumë objekte të cilat duhen vëzhguar dhe parë gjëra specifike, sidomos historike të tyre. Të lëshënguar, se do të thonë një. Ky ambient që krijohet do guxim të madh. Fryma përgjithsisht e shoqërisë son nuk është edhe aq motivuese. Zakonisht i jepet rëndësi anës komerciale dhe jo kënaqësisë, pasionit. Valentin, ma shumë kanë qenë nga ata që të kanë thënë ç'të duhet, apo kishte më shumë nga ata bravo qoftë? Ma shumë koha se më kanë thënë bravo të qoftë, ku i ke zjetë, si i ke ble. Kur janë bërë shumë, dhe që i ke vendosë gjitha? Po, kur i kom vendosë. Sa objekte ke bërë ndonjëherë inventar të tyre, sa copë ke? Ashtu kom shumë, se kom do i kom vend po pashku. Janë vetëm këtu apo ke edhe të tjera? Ke edhe arka të tjera? Ke edhe të tjera? Po. Që ty të duhet thjesht një ambient pak më i madh për t'i vendosur. Disa mund të mendojnë se në fund të fundit është pronë private dhe kufizohet vetëm tek një individ, por gaboheni. Nëse këtë përpjekje për të krijuar një muze etnografike ka bërë një individ i vetëm, me forcën e tij, nga kjo vlerë mund të përfitojnë të gjithë. Kontakti me etnografinë është i drejt për drejt. Brenda një ambienti mëson për shumë fusha të jetës, shekuj më parë. Për vizitorët, ky është një oazë informimi dhe shihimi mbi kulturën e pjesës veriore të Shqipërisë. Mjaft njerëz i kanë hedhur këto objekte dhe më pas janë penduar. Por ja, mjafton të ndalemi këtu dhe të mësojmë më shumë mbi natyrën e jetesës së popullit tonë. Pse ka vlerë për Shkodrën ky ambient? Vlerë për Shkodrën ka për ata që e din që është trashëgimia kulturore, sepse rinia sot është edukuar më të frim, që unë jam edhe kritik në këtë drejtim, që nuk të me ditë shumë se si kanë jetu pare tonë, dhe si janë sot dhe shëtoni që argashme. Kur sa është tamam ka vlerat shumë të mëdha kulturore, sepse po nuk e ditën nga kanal, nuk dima se ku shkoj. Me këtë lloj mjetesh kanë jetu të pare tonë, edhe janë kështu ato vetit, vlerat më të mëdha si ka Malsori, në këtë kohë i ka kultivuar.
Po, ne kemi parë shumë kompani në Tiranë që kanë dalë së fundmi, konsiderohen risi këto kompani që grumbullojnë objektet e vjetra dhe kanë krijuar linjën e tyre në të gjithë Shqipërinë. Pra, unë nuk do të përmend se duam të bëjmë publicitet ato, por kanë krijuar linjat e tyre me këto objekte të vjetra. Pra, bota e vlerëson këtë gjë. Po, si, absolutisht. E vlerëson. Për shembull, këti Valentini, se kështu e quajnë tregtarin këtu, Valentini një ka dhënë 1000 euro njerëz sidomos nga diaspora që me ullon këtë materiale. Dhe çka shohim na këtu, ky ka shumë tjera që s'ka pas ku me ekspozu. Vërtet, ë? Ka shumë komunitet ka. Ka shumë materiale që s'ka ku me ekspozu. Si për mendimin tim, bashkia ose njësia administrative ishtë dashur me financu, me gjeti dhomë që të kenë mundësi me ekspozu të ato materiale që kanë vlera të mëdha trashëgimisë kulturore si Malësia ka pas registër. Nëse mendoni se tashmë Valentini ka arritur të gjitha objektivet e tij, gaboheni. Edhe pse nuk patëm mundësinë të shihnim edhe arsenalin tjetër të objekteve, të cilat për arsye hapësire nuk janë ekspozuar, ai thotë se synon tashmë objekte të mëdha. Pse jo, edhe një parmend. Me sa duket ky pasion ka lëshuar rrënjë e ka për të vijuar edhe për shumë vite të tjera. Ti e kishe këtë dëshirë që ti kishe objektet. Valentini e shtoi dëshirën e bëri edhe më të madhe. Po. Tashi Valentini kujt ka për t'jalon? Valentini punë sa punojnë do t'jalon djalit e trashëgimit vet. Prap. A dëgjojnë ta të rinj sot? Po, marava. Dëgjojnë, ë? Po. Parë si edukojmë ne. Një shumë një për ty. Tashmë klientët e përditshëm këtu janë familiarizuar kaq shumë me ambientin sa përdorin edhe syrin estetik, kur një kornizë ka lëvizur pak nga vendi. Nga klientët vend ka herë dorën te kornizë, se këta janë gjëra farfori e bukur, muzeale, diçka e bukur. Edhe mendoj që njerëzit do t'i preferojnë me pa, jo me prek. Dikush i prek për jo për hobi, si thonë ata. Unë nepet se ajo shërbimi me drejtu i kornizë diçka sa thjesht. Nuk është punë me bash, punë që vetë. Ju të dashur teleshikues, teksa vlerësoni pasionin e Valentinit, mos u mjaftoni vetëm atë që pat nga ekrani një televizori. Provoni dhe vizitojeni nga afër këtë vend të magjishëm. Dhe jemi të sigurt se do t'ju mbetet gjatë në kujtesë e do të doni të vinit sërish. Do të gjeni një mikpritje të admirueshme. Ne do të rishihemi javën e ardhshme me të tjera materiale interesante, ku njëra që është shumë e veçantë që unë do doja ta tregoja që në fund të këtij emisioni është udhëtimi drejt Bogës. Edhe me siguri ju ka ardhur në mendje emërtimi Festa e Çobanit, një aktivitet shumë i rëndësishëm, ndër më të rëndësishmi që realizohet në Bashkinë Malësia e Madhe. Por si ju organizua kjo festë mbetet për t'u treguar javën e ardhshme në emisionin Pusha Shqiptare. Natën e mirë.